masrodi. Kondo ka gjilon na prodrojen shoshi. O trimi trima, por si shpote dekes. O sa koltona, o prej gurit lekes. Sokol tona si balbona, nal përmenet molet tona, tona molet për rëndrinit. O bash prej deres, o lek tu ka gjinit. Shkodrane, Ne bashkojo do zemër luane. o për me dalo, o naftush granines. Me bazako, poshtë pecetines. Mlidhen jem për sirfe motit, sokol tona I djall prej shoshi, prang markolla prej mirdite. O katërdhet more, o djem por si shqipe. Zije. Jem dhe oson, po dormi përmije. O sa koltona, e njojo so kuka. O kanë zën pritat, përmija të suka. Kanë zën pritat me luftue, gjallëraninen mos me lëshue, për këto të rojet kastriotit. O flokën djegë more, o ne kuzon barotit, për këto të rojet kastriotit. O flokën djegë more, o ne kuzon barotit. Zemra ju këndoft. Zoti rujt. Zoti rujtet nderoft. Të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe uroj mirëseardhjen në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Ndodhemi sonte në një ambient mjaft të mrekullueshëm në studion e shoqërisë kulturore artistike Besa Shosh. Ndodhemi me artist performues të skenës, këngëtar të sofrave të gëzimit familjar, të trebës ku janë, njëkohësisht adhurues të gjithë shqiptarisë, por dhe pjesëmarrës të shumë koncerteve brenda dhe në diasporë. Duke shprehur kënaqësinë në radhë parë kënaqësinë time që ndodhem në mes të këtyre artistës të kësaj shoqërie kulturore, duke uruar mirëseardhjen artistëve të mirënjohur, këngëtarit Geg Zefi, artistit Gjon Kosteri, si dhe këngëtaret të mirënjohur vëllezërit Fusha, Ndue dhe Ndoc Fusha. Ju uroj mirëseardhjen dhe kënaqësi për mua që jam pjesë në këtë intervistim të emisionit titulluar Folk në Tradit, së bashku me ju artistë të nderuar të kësaj treve nga vini. Mirë se erdhe. Mirë se u kena zgjedhur dhe mirë se keni ardhur ju. Të falenderoj. Së pari dua ta nis bisedën me ju i nderuar artisti më njohur Geg. Faleminderit. Kush jeni dhe nga vini tashmë për publikun që dhe një prezantim rreth jush. Jam Geg Zefi, Zevdelis, Delimonashit, Najave Shoshit, familjes Baraktaj Shoshit. Dhe
marrë pjesë me këta shokë në këtë grup artistik tash 6 vjet. Vendlindja juaj, pra, Në Rjavë Shoshi. në Shosh. Si ka nis zanafilla e këtij rrugtimi kaq të bukur për të arritur deri këtu në këtë moshë sot ku jeni ju dhe akoma transmetoni vlera për breza? Tash me ta thonë drejtën në moshën 7 vjeç ja kam filluar me ra çiftelisë, ma thua se pashëm ishim në shkollë. Pashëm grupet artistike si ke shkrijuar ma të kohë. Burrat që jashin prezident në Nojë bashkën këta. Fest. Festa që të në Nojë. Marrë babonje, gjesh marrë ko, kol marrë ko e burrat dhe më thanë si ishin folklor të asaj kohët, edhe unë kryoa një atë me një respekt veçantë për ta. Dhe më qysh ma të kohëja fillova, të bje më qiftelisë. Atë të bje dhe lëpusës, atë të bje dhe ferë, dhe kështu si erë atu ju futën këtë lojë, se mu duk të bukur, atër e vazhdova në përdasma, atër shtuar të kohë, deri vonë, atër e vonë shkuta për asaj punit. Tashmë qiftelia, kënga është pjesë e pandalshme e shpirtit tuaj, pra një shpirt artistik që jeton brenda jush, por ku gjen forcën e trashëgimisë dhe të kultivimit dhe në breza, sepse kur shohim artist me një largpamësi artistike si ju, gjenë forcën, gjenë kurajën që kjo vlerë, jo që të trashëgohet që po e po, por të fusë rrënjë të thella që kur të mos humbas. Kjo është pra dhe qëllimi i të gjithë artistëve dhe artëdarësve që këta vlera të trashëgohet. Ju falenderoj dhe një herë që ju jeni pjesë e këtij emisioni dhe është kënaqësi për mua që ju kam përballë. Faleminderit. Atëherë duhet ju drejtohem ju i nderuar artisti qënë. Unë pata kënaqësinë që para pak kohësh të kisha në intervistimin e emisionin Fol Tradit, por artistët nuk i ndahen emisionit. Dhe sot dua të di qëllimin, kush ka qenë qëllimi më shumë e i krijimit të këtij grupi, tashmë e quajtur Shoqëria Kulturore Artistike Besa Shosh. Faleminderit se edhe atë ditë që më intervistove, unë thash që kur thati që do kisha dëshirë të bashkoja në një emision të veçantë grupin Besa Shosh, thash që nuk do zhgënjehesh, do t'i bashkojmë. Dhe sa t'u bashkuam. Dhe vetë emërtimi Besa? Tash ti rreth tematikës që thotë edhe rreth emrit. Ky emër ka një domethënie të jashtëzakonshme për trevën tonë, sepse në trevën tonë në Shosh, ne ku jena rrit, ku jena linë rrit dhe formue, për këtë emër jo një po disa burra të veçantë kanë lënë jetën vetëm për fjalën Besë dhe për emrin Besë. Unë 2-3 po t'i thom, po janë me 10 të asaj. Është Sokoltona i Gurit Leks ka vdek me Osokukën kull të barotit për besën që i kishtë dhënë dhe nuk ka prenue, Osokuka i ka thënë ik Sokol, se unë do vdesën kull të barotit. Ka thënë, unë do vdes me ty, ka thënë Sokoltona. Edhe ka vdek për besë Zotit. Marashtuci i Brashtës Shoshit ka vdek në Sarajt Shkodrës sepse i kanë pre mikun Brahim Pasha ja ka apre dhe ka thënë nuk shkojnë Shosh, palan jetën për miq. Mark Milani i pepsumeve Shoshin me Babuncelin dhe me Zevdelin kanë vdekën i janë varë në Konop për besë të Zotit, sepse i kishim manë besën njëri tjetrit se ne do thejmë burgun dhe në qoftë dikush thën kamna, thën krajna, nuk mundet me arrit me dalë burgut, ne do të e marrim me vete dhe ose do marrojmë të 3, ose do pështojmë të 3. Edhe për rrezik, Zevdelia i Shoshit ka thye për mjetin duke kthye burgun nga kati i 4 dhe Babunceli e Mark Milani e kanë marrë në krah dhe në fund pazarit i kanë zonë dhe kanë lanë jetën për këtë emën. Dhe sa tjerë dhe duke menua si shok, çfarë emrit na shkon më shumë për shoqërinë tonë të krijuar, kemë ra të gjithë në një mendje se emri i veçantë dhe më simbolik i grupit tonë do të jetë Besa Shosh. Pra qëllimi është trashëgimimi i kultivimit tek të rit, të besës, të bujarisë, të trimnisë, të zakoneve, të dokeve tona që janë
thesare të paqmora të kombit tonë. Pra të nderuar teleshikues, nga vetë ajo çka na tha pak më herët, tashmë udhëheci artistik i kësaj shoqërie kulturore artistike, vetë fjala Besa Shosh ka një emërtesë ku të cilën pasqyrohet vlera më e çmuar e kombit shqiptar, që shqiptari është krenar në të botën, besa e shqiptarit. Dhe besa e shqiptarit është e pa diskutueshme që shqiptari i jep jetën e nuk them besën. Është kënaqësi kur i dëgjoj këto fjalë nga ju i nderuar. Tashmë po të drejtohem artistit Ndue. Siç njiheni edhe në tashmë me emrin artistik vëllezërit Fusha. Ndue, kush është metodika që ju ndiqni në këtë shoqëri kulturore artistike dhe mesazhi që doni të transmetoni në brezat që vinë? Mënyra se si e trajtoni apo se si e menaxhoni punën artistike në këtë shoqëri kulturore dhe në këtë ambient kaq të bukur që ja keni kushtuar kësaj shoqërie. Unë rroll për ju falenderoj për ftesën, u falenderoj edhe ju si televizor e si media për organizimin e këtu. Sa është një përkrahje, është domethënë një iniciativë dhe ju na domethënë si bona dhe firma të vullnetshëm, na kanë pas vullnetin moshën e re, po si tha zoni para fol se çdo me përsit fjalë, jena shkuar shumë. Shumë vite, ato vite ne na mungojnë shpirt sa të na zot, deri në frymën e fundit. Tash e kanë filluar moshën domethënë si na jena gotin pension e na me lënë, si i thonë, Maroku jonë është, si mos me lënë, me nimin e Zotit, edhe të vajt, edhe të në shove se nisëm të ori se unë me pos dashakes, po ja kam vla, unë ja të thëm, në sytë të na, më i të është e këti, për gjitha shpenzime si po apon, për të na gjonën, unë faktikisht, fjalla se ta për mua ishte i fjallë shumë e modhe, më falë, emocioni, unë s'kom kanë mësu shkurë, po thamë mësu si jam. Ju thëmë shumë. Të falenderoj, ishte mesazh fjala juaj, mesazh për të gjithë teleshikuesit, por mesazh sepse shpirti flet i artistit flet me pasion dhe këtë pasion vetë këmbgulja juaj do ta trashëgoje. Unë nuk gjej fjalë të falenderoj për këtë mesazh përcjellës se sapo thej që nuk dua të përsëris fjalët e këtij. Fjalët e këtij janë të pashmangshme, po fjala e këtij gjendet tek fjala juaj, tek teli i çiftelis, tek interpretimi i këngës dhe gjendet në gjithë zonën nga ju veni. Na do të mundona dhe në gjithë trevën. Me bën të ri sa më shumë. Ju tashmë e keni bën të tuajin dhe por ajo çka kërkojnë brezat, kërkojnë që kjo të kultivohet dhe të mbetet. Dhe jo pak punë është përkrahja juaj tek kolegët artist, por aq më shumë tek brezat që vinë dhe ju ndjekin dhe po ju shikojnë konkretisht. Emocionet e artistit Ndue janë të papërshkrueshme të nderuar teleshikues, sepse artisti, siç e thash, flet përveç se me shpirtin e tij artistik nëpërmjet interpretimit të këngës apo të vallës, por nëpërmjet këtij emocioni që shpreh artisti Ndue që unë nuk gjej fjalë ta falenderoj. Të faleminderit dhe është kënaqësi që unë kam përballë përkrah një artist si Ndue Fusha. Do t'i drejtohem që ta lojmë pak artistin Ndue dhe të qetësohet sepse shpirti i tij vlon artistik për të bërë më të mirë natyrisht për kombin dhe për artin, për kulturën dhe për këtë shoqëri që ju sa e keni krijuar dhe po vazhdoni ta rritni dhe patjetër që do të rritet. Po i drejtohem tash artistit dhe këngëtarit më i njohur Ndoc Fusha. Ndoc, unë kam patur fatin të kisha para pak kohësh në emisionin tim të titulluar Folk në Tradit dhe vërtet një premtim i mbajtur, vërtet një besë siç keni emërtesën që kisha dëshirën t'i shikoj të grumbulluar, megjithse një pjesë e mirë, mund të them shumë pjesë e madhe që nuk është, por vetë pjesëmarrja juaj flet për gjithë atë arkivin artistik që ju keni brenda këtij grupi. Cili ishte motivimi që ju e nisët
për të t'i dhuruar një studio Besës Shosh, që kjo studio i kalon performancat e një muzike, sepse brenda kësaj studie flet historia me fotografit që ju keni vënë, qoftë e shpirtit patriotik, qoftë dhe e këngëtarëve që kanë kalu në këtë trev, që ndoshta sot edhe nuk jetojnë, por për t'i përkujtuar, jeton nëpërmjet fotografisë, jeton nëpërmjet telit, jeton nëpërmjet shpirtit, jeton nëpërmjet zërit që ne i ndigjojmë çdo ditë. Atëherë ju lutem, motivimi që ju shtyu ju që të krijoni këtë studio. Jena mirë se u bashkuam edhe me grupin. Të falenderoj. Bashku me grupin se këtu jena një pjesë e grupit. Se kemi edhe pjesëtar tjerë, edhe do t'i përmeni. Pra arsye se nuk kanë pas mundësi për kënësat, se jetojnë larg Shkodrës. Jam vëzit Aramalli, Kolë dhe Pashku Aramalli, dy vëzën shumë talentuar dhe i kena gjithmonë afër veti. Është këngëtari Mariu i grupit deri tani Zhilosh Kolfusha. Kemi ydhin e folklorit Xhevalin Shanin, që është shumë vështirë me kap në intervista, as përkon sa ashtu i impenjum, pa ajo gjithmonë mes nesh. Është në kërkesë të shqiptarëve për ta pa live. Jemi ne si po shefti, kemi edhe breza të ri, dhe faleminderit si ne morë kërkesë të bashkohena si grup të bëjmë një intervistë gjithë bashku. Ta kena pas mundësi me kanë sot. Atana, linë në ideja ishte për të bashkuar dhe për të ruajtur diçka në të traditës tonë, plasht, folklor, por jo vetëm folklor, foto, gjana muze, elementa të vjetër që janë. Që kjo studio të shërbejë një si muze. Për të kaluarën dhe frymëzim për të ardhmen. Frymëzim për të ardhmen dhe për t'u lanë në brezave të rinj diçka të paktën trashëgimi që mos harrohet. Se nëse nuk i kujtojmë na këtu kena pak diferencë moshash, po fëmijët tanë, qose na nuk u lamë gjanë këtë drejtim, ata nuk kanë faje hiç me kujtuar një gjanë tjetër, sepse po rritan rruga e botës. Këto plus si ne i knojmë traditës, historisë dhe burrave, këto këna dhe vetë fotot, vetë gjanat që janë tu se na bazona di, ku një kena rajt e vjetër, na jena filizi, si jena ty ashtu, dhe shpesu vinë brezër pas nesh, tu kena historian, luftar, këngëtar, artista, si që i vizituat të studio dhe ke mundësi me i pa, si ne kërinohemi gjithmonë, gjithë jetën dhe do kërinohemi dhe brezat me ta. Ne nuk po bajmë asgjë, ma shumë bile nuk munda me po sa dona, nuk jena ty rrit, du më thënë, ne na vështë ty kujtua vlerat e të parve si kanë fitua brezat ta. Ty kujtua pak a shumë, ne nuk kena nevojë me fitua asnjë gjë tonën, vetëm po mujt me i rifreskua, me i prunë një histori, me i prunë një jetë, ato që kanë vujt të parë tonë dhe historia e moleve tona kryesisht. Po të falenderoj për fjalët, për mesazhin, sepse është vërtet ai motivimi juaj është mos humbja apo mos vdekja në thojza e sakrificës, e mundimit, e luftrave, e shpirtit patriotik të atyre që sakrifikuan edhe jetën për të mbrojtur të atroje. Dhe këta vinë nëpërmjet këngës, nëpërmjet historisë. Treva juaj është një trevë me një folklor mjaft të pasur dhe me thesaret që vërtet janë dhe do të mbeten thesare, jo për trevën, po për vetë vlerat kombëtare që pasqyrojnë këta këngë dhe këta vlera. Ju keni disa lloj motivimesh artistike për cilën unë dua t'i drejtohem dhe një herë artistit Gjon Kosteri, tashmë në cilësinë e një udhëheci artistik të kësaj shoqërie Besa Shosh, kush janë ata, si thosh pak, këngët apo ritet që ju përdorni në këta tema? Tani është du më thënë kompleks, ne së pari interpretojmë të gjitha rrymat e folklorit tradicional dukazinas edhe ma gjanë. Por ajo këngë e cila është mira vjeçare dhe ekziston edhe sot ku hapen çdo gëzim, hapet me këngën Maja Krahu. Dhe gjithmonë në zona tona kur është linjë djalë, kur është martuar dikush, kur janë nis dasmorët me marr nusën, është kënua kënga Maja Krahut dhe aty është ditë sepse ka gëzim. E ka një shpatëm dhe aty është ditë se aty ka një gëzim. Ajo është një si hymni kësaj. Hymni i gjitha zhanreve muzikore që aplikojmë në zonën tonë. Dhe është
është këngë shumë e hapun, por ata që e kanë gënu kanë më të mirë, më cilësor, më ashtu sepse është këngë e pashoqëruar me muzikë e me vegla muzikore, është këngë a cappella dhe sa më melankolike me dashnë tjenë, ai këngëtar është kanë më i mirë. Unë kam dëshirë nëse do të mundeni sa do pak të na imitoni apo të na improvizoni një këngë më i krahut, ndoshta kushtet janë paka shumë, por se ju do një kushte me qenë maj malit, me qenë atje në ata fusha, por edhe në vendet këtu. Edhe në ambjetet është kënu kjo këngë, do me thënë është nuk kolqu zoni ashtë i malë sa është eshtë, por kënu a gjithmonë, sepse në çdo gëzim që ka, ajo është hapja e çdo gëzimi. Pra duke e qytur hymë këtë këngë, do ta kena mundësinë që t'ja sjellim teleshikuesit të ndëgjuar sone këtë këngë? Dhe nëse po, artistat i kena të profesionista, na dikush po i dëgjojmë, se nuk mundet me bëjmë shumë përshqisat. pa të ti si kryetari i grupit, kujt mund t'ja caktosh se këtu gjithë e këndoni këtë këngë sa i treve, po ta loj ty që të pa ngjishish gishtin. Faktikisht, legjenda e kësaj këngë të është Zoti Gek, tash ka për krah lëzonin, po ta këtë këngë më marrë menda se nuk mund të ngojnë kush ma mirë se ta. Pra, mirë njohje për artistin Gek, kur edhe kolegët artist të quajnë legjende kësaj këngë. Faleminderit për shokët e përkthjes. Unë morë një intervistë për me të ndër fjallë baj full për kryetarin, për vlerat si ka dhanë për këtë studia, për shkanzimet si ka dhanë, i ka dhanë të nëmë me kërëllet, jo me korupcion për me shikëllorës. Këtë studio? Këtë studio. E asa e shoqërisë kulturore Besa Shosh, pra është dhurat nga? Dhurat nga Noc Fusha, se ne këna një mu pak, këtë se këna një mu, me të thënë drejtë. Unë se këna një mu fari herë, e do të me rëfjo njeri për veti. Pra kjo është karenari jo për Locin, por për të në Shoshin edhe për të në Dugazinin edhe në rënë komtarë. Unë të falenderoj për këtë fjalë, por si legjend që quhen shokut që ky është një titull që do të mbetet edhe tek brezat, përderisa ky e thot në prezencën tonë në këtë sofër gëzimi këtu, unë dua që të këndosh këngën dhe për t'ju rikthyer bisedës këtu ku e lam në lidhje me dhuratën për studio.
tash gjithmonë kur është nuk gjatë e kamar, është marrë gotë e rakis dhe janë kanë fjalë e janë nesh sofra njëna me tjetër gotë në rakis. Peqojmë edhe për shëqyrin e për mirësinë e marsin tonë, e pishim e nere mirë se u bashkuame e Zotit në roft e mare mirë shkoft moti e puna e ashtu. Tuk ja tjede e gjithve e gëzuar. Së pari ju këndov zemra dhe së dyti duke uru shëndet dhe jetë për këta artista që transmetojnë këta vlera të pashtershme të kombit ton, uroj që këta vlera të trashgohen dhe kompaktësia dhe harmonia e shoqërisë kulturore artistike Besa kur mos u shtërroft dhe gjithmonë u shtoft. Okej. Faleminderit, mirë se bashkume. Mirë se Gëzuar. Shëndet e jetë Shnet. e goja klumt. Shnet e gëzuar. Turritnera në skola. Prashnesi të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe gjerasin ta përshëndes këtë ekran që na jep mundësinë e transmetimit të këtyre vlerave, të ndigjesh ta këngë që janë thesare të kombit ton dhe vinë nga artistët Geg Zefi dhe Gjon Kosteri, por një shembull frymëzimi që vlen për brezat në të ardhmen. Shpresoj që me këta artist, me këta performues të këtyre vlerave, me këta komguls për t'i transmetuar këta vlera të trashgohen, të kultivohen dhe të trashgohen në brezat që vinë. Pak më herët që të rikthehemi bisedës ku e lam me ju artisti Geg, më thej që është një investim i artistit të nderuar. Kjo është një investim i Nocit, dhe nuk është për i Nocit, për ka hi se tash të në shofin, da? është e dirë se ti e ka lëruar për fisin e për berakun e vetë, edhe e ka lëruar për të rritë që rriten, ku do t'jeni shoshnjan, ka hisen këto që ka thënë këj burë me vlanë, me ardhë, e me marrë pjesë në folklor në këtë studio. Artistin ndoc po drejtohem ty, kisha nderin dhe kënaqësinë ta kisha të ftuar në emisionin Folk në Tradit një intervist dhe ja kërkova dhe këta, si edhe artisti Gjon, që të mblidhemi grupi. Më foli edhe për prezencën tuaj dhe kontributin e pashmuar që i jepni në këtë grup, nëpërmjet zërit dhe përkrahjes. Mirë po ai më tha që e kanë rregullu grupi, e kanë bë grupi. Kjo është një vlerë e shtuar e këtij, që vërtet këta merita që ju, kolegët, ja veni në dukje për këtë studio, është një vlerë e çmuar për artistin Doc, qoftë se ky nuk i merr përsi për ata vetë, i shpërndan me shokët dhe mjaft mirë bën, por përveç këngës me zërin e tij brillant që lën kujtesë në brezat, sepse mes këngës është dhe historia që transmetojnë ata këngë, vlen edhe kjo studio me një vërtet performancë ku pasqyrohet dhe gërshetohet edhe historia, edhe kultura, edhe folklori, por është një vlerë e trashëguar për brezat që vinë se te kjo studio do të gjejnë dhe do të performojnë artista të ri, që shpirti artistik do të kultivohet dhe do të trashëgohet në për brezat që vinë. Pra, i nderuar artisti Ndue, i nderuar këngëtari mirënjohur i gjithë Trevës Dukagjinit, por i mbar shqiptarisë, unë të përgëzoj për këtë nismë që ke marrë, sepse kjo është vlerë edhe artistike, edhe folklorike, por është vlerë patriotike për vetë patriotizmin që ti shpërndan në këtë studio, nëpërmjet këngës dhe nëpërmjet hiteve që sapo i ndigjuam, qoftë këngës me ikra, qoftë instrumenta. Tani ndoç unë këtu kur erdha shikoj një Arsenal Veglash që ndoshta po tjetër armatim ne kanë zili bota, gjithë këtë Arsenal që ju e keni këtu, por është Arsenal me mas armatimi, sepse kënga dhe arti janë thesaret e një kombi që pushtojnë vërtet botën. Unë të shikojnë mes tjerash, du të veqoj lahutën, një lahut mjaft e vjetër, dhe
patjetër që lahota nuk është e vënë kot këtu. Kush janë këta instrumentista apo këta folkloristë që e përdorin këtë lahutë? Në grupin tonë, edhe në barakun tonë, pothuajse tash 50 vjet e fundit e ka luajtur më mirë se askush kolizon çesmja. Jeton dhe ju rishtet e përshtes. E përshëndesim artistin që sapo por edhe këta dy burra e luajnë më shpejt lahutën. Unë ja u kom zhili, por alo nuk po arri, nuk po muj me përvetësua, nuk po të nek lahuta, po për pasën me. Ti me çfarë po kuptoj unë, ndoshta nga intervistimi i shokëve, studion se kom bë, unë lahutës nuk i bie, unë këta ti janë ca vlera që siç duket do me u alon, por është vlerë mbi vlerë kjo që thua. Gjithsesi, unë të uroj shëndet e jetë dhe këta vlera ti trashëgosh i nderuar artist, por me që i pas kemi këtu dhe ju qengi kompakt me gjithë të lloj vlerash, me fjalë, dua që dhat lahut me që i pas ke këtu, t'ja ngjesish një dorë ta ndiqojmë një këngë. Lahutën sot në këtë emision do t'japim ngegës, po më i molli me mosh për lahutën, vonë na marr me ta, po pe profesion jashtë të mirë. Atëherë përpara se sa të marrësh lahutën, po atëherë përpara se sa po, direkt. Atëherë përpara se sa ta qesh harkun tek lahuta, dua të pyes pak. Kur ka qenë mosha që ju i keni rënë lahutës? Natyrisht u kthehemi kujtimeve, por prap kujtesa është. Tash po të tregoj kur ja kam filluar të vinë sa po të vjedhë seri. Jam kureshtar, ta di, për veti po dhe për teleshikues. Me thënë drejtën kur ja po filluar janë 12 muaj. Kam pas shumë pasion, po s'ka pas mundësi për problemet mia. Edhe I them nosit I ditë, edhe kryesisht mu mendin të rive, si të mësojnë reglat, mos merren me telefona. Do ku ban thirrje në fest atje të shofer Dukazini. Leni telefonat e mos mërni me muzikën telefona, po mësoni reglat tona që I kanë reglat shekullore. Po. Të falenderoj dhe mesazh. Kom marrë mi so lahut, jam kushtoj lahut, po ti më lahut ndaj me vetë mësoj shkote. Edhe mora këtë lahut. Ma la deri si mësova. Lahutën. Pra 12 muaj, po 12 muaj jam marrë me ta me mësuar, me thënë drejtën. Ka 12 muaj që ke filluar ti biesh lahutës? Si kom ra lahutës. Ja çfarë bën shpirti një artisti të nderuar. Po ta them se thash në aspekti e besë, por si është to sinqer ku kanë dëshmitar si kom jeton rreth rrotull. 12 muaj kohë që ma ka van lahutën një burrë I kam mësuar lahutës. Me ra me kënu, më me kënu kolla se kënu pa lahut, a kuptoj nuk ka lahutet, por me ra ta filet. Pasioni I një artisti si artist që po I drejtohem Geg Zefit, në këtë moshë 12, si sot 12 muaj ka nis të mësoj lahutën dhe sot do të na performoj një këngë me lahut. Mbetëm pa fjalë derisa ta ndigjoj lahutën t'i bie. Sin ta på
Tun shet man
Zemra ju këndoft, Të mja. është vërtet një mrekulli ta shikosh tek një artist të moshës tuaj që të thot ka 12 muaj që kam filluar të mësoj lahutën dhe sot improvizon me lahut. Është një merit e grupit tuaj natyrisht dhe e gjithë shokëve që ju përkrahin dhe ju mbështesin dhe unë po ndjej shumë kënaqësi që vërtet mundimi i artistit nduaj për këtë studio është për të vërtet një vlerë kolosale për gjithë zonën. Ne ka bua pra mu futën loj. Edhe me kanë fitimtar. Kjo është puna përveç kësaj, loj ju keni qenë, po ju ka bën që vërtet ta vlerat të këmbgulin që të trashëgohen. Këna hi për fitore, se këna di se këna pas me fitua me këta. Fitoren e keni tashma ju për vetë vlerat që transmetoni. Atëherë dhe herë për ju drejtohem ju i nderuar artistin Doc, tashmë në cilësinë e kryetarit të këtij grupi. Pyetja ime është që përveç artistëve që jeni dhe mbështetësve, duhet të them artdashës, nga sa performohet grupi juaj dhe a është mbështetja nga artdashësit dhe dëshira për të qenë pjesë e kësaj shoqërie kulturore artistike me këtë emër Besa dhe performuese e gjithë Trevës? Po falënderisht, nena dhe persona aktualisht, por jemi duke më thënë gjatë rritjes me brezin e ri, po afrojmë djemve vojsa të reja, po kanë qef mu afru dhe vetë, gradualisht se pak e bën studja, pak pjesëmarrja ku shkojmë ne për festivale, gjana, do të thënë, ata si e do, në shkollat muzikave janë ty punu dhe dalin në nga shkollat, artistë, e po ja afrojmë këtu. Mbështetja nga jashtë është shumë e madhe faktikisht, nga gjithë emigrantat, nga gjithë artdashit, me komente, me gjitha mënyrat, me komente, me komplimentet maksimale dhe nështë që nuk i meritojmë ne kanë afru dhe ne përgëzojnë, dhe kjo na bënë që ne vjetësim për parën, me një hatë ma sigurët. Pra kjo mbështetje që ju sapo e konfirmuat e thatë, unë mendoj si i ka rënjët tek puna që ju bëni dhe tek dëshira që ata ju mirëpresin për të ju ndigjuar për këta vlera që ju transmetoni dhe për mbështetjen e artdashësve që e gjejnë në këtë studio dhe në këtë shoqëri kulturore artistike. Sot kemi edhe detyrë, ndër mjekësve tanë kemi edhe detyrë morale, edhe detyrë shoqërore me prodhu dhe me nxjerrë sa më shumë gjana për t'i dëgjuar dhe për t'i ndonë brezin. Sepse ata po na njeh vita diçka. Pra të nderuar teleshikues, të jesh mesin e këtyre artistëve për mua është emocion dhe kënaqësi një herësh. Por kur ndigjoj fjalën e kemi detyrë, është një diçka që vërtet e ngacmon shpirtin, qoftë patriotik, qoftë poetik, qoftë artdashës të një artisti dhe të një performance artistësh. Do kisha dëshirë artistin duhe, besoj që dhe je shtiruar pak nga emocionet, çfarë mesazhi do të na përcjellish nëpërmjet kamrës për të rit, për t'i kultivu këta tradita? Për të rit, unë me shpirt e me zemër duhet t'i afrej. Edhe i përgëzoj kur të vinë këtu. Edhe duhet t'i marrëm i fije me mënyrën më të mire, më të rregullt, si ka njeriu, për me afruhe. Se s'mund t'i detyroj. Po do të gjenë mënyrën, edhe besoj që e kanë zgjedhë të gjenë më shumë vllai, për shembull Samun. Edhe unë s'jam jashtë, jam bashkëkohor. Edhe për fëmijën dhe për të rritën e për të tonë, dhe afruhe. Unë besoj që rrugën dhe mënyrën për t'i afruar vetë kësaj pune, vetë kësaj shoqërie me këtë emërtesë, ju e keni gjetur. Tash mbetet të rit, të mblidhen dhe t'ju përgëzojnë për këtë vlerë dhe thesar që po ju alini të rive. Ka lezet, ju trina bën me posën mes, për shembull me posë trashtu, me posë afër vetit, edhe ja pasojnë brazit, sikur detyrojnë tradita vjetëporëve, si kanë pas shumë e gene me zona shumë kombëtare të zonat, edhe trit me Ollon. E me Ollon more mirë, si thonë. Duke qenë se ju me emrin artistik njiherni si vëllezërit fusha, nëse do t'jetë mundësia, besoj, dua që ta ndigjoj dhe një këngë të kënduar nga ju. Nëse dhe të. Atëherë të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fax News, të flasësh, të intervistosh me artist, me një, si të thuash,
frymëzim artistik, nuk mund ta quaj, nuk mund gjej fjalët për t'i përshëndetur, duhet kohë, duhet ditë, duhet jo në një emision televiziv, por ndoshta nuk na mjaftojnë as 5 emisione televizive që të pasqyrojnë këta vlera. Së pari gjej rastin falenderoj ekranin e televizionit Fox News për këtë mundësi që na jep për të transmetuar këta vlera dhe ju rikujtojmë se emisioni Folk në Tradit vjen çdo të mërkurë në ora 18:00. Dhe tani, duke ju lënë në shoqërinë e këngëtarëve, artisteve të mirënjohur me emrin artistik vëllezërit Fusha, pra këngëtarëve të mirënjohur Nduhe dhe Ndoc Fusha, ju uroj natën e mirë dhe miru takofshim të mërkurën e ardhshme. Shoqëninë dhe mikun